Kam sot pranë meje lojtarin tim të preferuar Ardit Krymin. Çfarë nuk shohin tifozët nga puna jote? Normalisht stërvitje, si e kalon ditën stërvitje që e bën plus. Palestra e përdori shumë, kam e për sot mrekullueshëm, i cili e përshëndet shumë Fredin. Se largimi drejt një aventure të re drejt Bielorusisë. I vënë huj për mua, menaxhin vite oferta tjera, e thosh o si du më vëj thosha, si du këta. O vllazini thash o s'ka i thash. Po kundërshtare për të mundur në Final Four? Vllazini vetë. Momenti më i bukur i jetës tënde. Kur të njoh aty. Çfarë marrëdhënie kemi lojtarët e ekipit? Shumë të mirë. Kallako, i lojtar klasit me thënë drejtën. Në vazhdim kemi pas pushtetin tënë. Të edhin. Jo çdo hap që bëj për deri në fund të jetës. Faleminderit shumë, të kam zemër. Mirëmbrëma të dashur miq të Topcast, mirë se vini në këtë episod të fundit. E them me keqardhje sepse kaluan plot 20 episode. Ky është episodi i 20 dhe një nga episodet që unë jam shumë emocionuar, kjo për vetë faktin që është episodi i fundit të Topcastit dhe i kaloi koha kaq shpejt. Por sot kam të ftuar një nga ato personazhe të cilët ju ma keni përmendur shpesh që në start të Topcastit, e keni dashur që në episodet e para, e kështu me radhë, por unë kisha vendosur ta marr të fundit për ta mbyllur këtë sezon të parë të Topcast, për të nisur kështu sezoni i dytë të mbar. Kam sot pranë meje lojtarin tim të preferuar Ardit Krymin. Mirëmbrëma. Faleminderit. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Sot nuk njihemi. No. Apo e kemi lënë. Përpara se të nisim me intervistën tonë rutinë, unë e dim që ke pasur ditëlindjen dhe para disa ditësh, por kemi një surprizë këtu nga studio jon tani. Get Rich ka menduar të superzoj me diçka. Wow. Faleminderit. Është kjo fanella, kjo korniza. Faleminderit shumë. Me numrin 6, me 2 fotot momentet më të bukura gjatë karrierës tënde tek vllaznia. Faleminderit shumë. Dhe e kanë qarë, shumë e bukur. A do ta vendosim atje? Po më. Që gjatë intervistës po. Faleminderit zemër. Të lutem. Ashtu okay, e? Okej. Inshallah zbjen. Super, inshallah jo. Get Rich merret me piktura, personalizime në kornizë, tavolina, ambiente apo ku të doni ju. Hapeni në Instagram tani, klikojeni Get Rich dhe shikoni sa bukur i bën punimet. Ndërkohë mund bëni dhe fanellat personalizuara në kornizë, ashtu siç e kam bërë dhe për Arditin. Është vërtet shumë fantastike, duket ajo fanella si pikturuar, por është vërtet fanella origjinale e ekipit. Shumë e bukur. Faleminderit shumë Get Rich. Ardit, pyetja e parë që bëu në Topcast, besoj e di? E ke ndjekur? E kam ndjekur. Cila është pyetja e parë? Me fol për vetin. Prezantimin e vetit. Mos ta di po do. Po Ardit Krymi të vetes, po. Për Shkodrët, Shkodran, i familje thjesht shkodrane, ditëprind të mrekullueshëm, i cili na ka rrit mua e vonë. Vonë e kam më të madh, 7 vjet, dhe si qërë Zotit e kam më i mest si princesh. Po nuse ke apo jo? Nuse, normal që më. Okej. Si e ke nisur rrugtimin tënd tek vllaznia? Kam vendosur që këtë intervistën ta bëj jo për vete, se unë të njoh mjaftueshëm, por për gjithë ato që na ndjekin. Po, me thonë drejtën, e kam nis më radhë, por e kam nis qysh i vogël, 7 vjeç, futbollin, edhe ka nis shkret çuditshëm, me thonë drejtën, sepse koshjet që kam nelt, që kisha me shtëpi edhe po ite në stërvitje ai. Edhe i thet unë isha të ndaj lagje aty edhe i thet nana ku e të ikë, thet, jam të ikë në stërvitje. Apo më rrë dhe djallin, thet, ma ikë për rrugëve edhe si qërë Zotit, dita parë shkoj mirë, ashtu më hinin qef edhe e bana rrugë më pa. Okej. Momenti i parë që kuptove që kjo gjë ja vlen për ty, kjo do ishte piknisja jote, që the po ja vleti. Normalisht ditë e para, ku shkon aty sa fillan s'din gjë. Ambientohesh, po. Ambientohesh i fëmijë dhe pa normal kur ta bën qefin personat kur thonë je mirë, je për punë, motivimi. Edhe fillova të marr me qef, me thonë drejtën. Po avash me kalimin e viteve
ma tepër në Gjakin kur bën ata gjanat e vogla si për të puna kampionatit shkollave, aty tin ma në Gjak gara që është aty e tana dhe mrapa e bën rrugë. Ka pasur momente ku ke thënë që boll më u lodha, nuk dua ta vazhdoj këtë, ku ka pasur Kur më thonë drejtën, futbolli është pasion rrallë parë. Mrapa kthehet edhe në punë, po pasion është me thonë drejtën, sepse kur e ke me dëshirë, e bën me vullnet, e bën me çdo gjë. Kur e bën diçka me qef, normalisht s'lodhesh. Mban mend kur të ka ardhur ftesa nga ekipi i parë, ke luajtur te Akademia e Vllaznisë. Po te Akademia. Unë kam vazhdu futbollin me moshë aty të Shkodrës, amatore. Edhe pastaj Akademia të ushtat majta i mbledhte të ekipet të moshave që ishin në për Shkodër, i mbledhte gjithë ka dy. Edhe na morin mua dhe Guren. Gurishtën aty edhe me thonë drejtën prej tonë ekipeve në Shkodër boshin ma të mirë aty. Edhe kur shkan aty duash me tregu veten me shtu ma tepër atë vullin edhe shto edhe mrapa kur erdhi ftesa për të ekipi, por na boshin me rrallë. Javë shkoshin 2-3 vet, javën tjetër 2-3 vet me rrallë edhe kam pas fatin që kam kanë një brez mrekullueshëm, 95-96, sepse kena kalu mirë, jena rrit bashkë edhe kur kalën të ekipi parë, normalisht që na ka dhënë edhe i pshtetje person miri, bashkë me ishtanjen e Vllaznisë Baldur Ranieri, edhe Është një trajner i parë që trajner i parë, po person miri ka këmbgul te brezi jon shumë ka këmbgul. Edhe të kishte pas menaxhim më të mirë, besoj që Vllaznia ja kishte dalë me shit. Edhe më mirë, lojtar. Çfarë nuk sheh publiku, ose më saktë çfarë nuk shohin tifozët nga puna jote? Normalisht stërvitja, si e kalon ditën, stërvitja që e bën plus, sepse publiku mund të shohin edhe stërvitjen që bëj me ekipin. Normalisht i orë gjys, po stërvitja, regjimi, çdo gjë, edhe sjellja gjatë ditës. Është gjë e më e rëndësishme për futbollistin. Na trego pak rutinën tënde, se unë se di. Po, besoj se e di, po më mirë se gjithkush. Po, rutina nis që në mëngjes, 8:30, edhe ham gjesin, e kam o prej nancë prej babs, gjesin. Nëherë edhe ti ku je bjesh me pa. Se na more ftyrën, se thonë, si bën gjesë në herë. Gjithë këtu. Edhe shkojnë në stadion i orë para, sa pi kafen, sa beda ushtrime ashtu, mrapa jam me ekipin, normalisht, edhe më shkan orari prej 10 dhe 1:32. Në stadion, mrapa 2 orë në drek, se s'bën pushim, as bëhet fjalë, edhe palestra e përdori shumë, kam një profesor mrekullueshëm, i cili e përshëndes shumë, Fredin, profesorin e shumë. Fredin e përshëndesim. Më ka ndihmuar shumë në çdo aspekt, Është vërtet shumë njëri i mrekullueshëm. Cili ka qenë ai vendim që të ka ndryshuar karrierën? Një vendim që ndryshoi karrierën. Që ke thënë pse se marrë përpara? Ka qenë 25 vjeç, 26. Vjen keq për vedin, që pa thëmë për por këtu, vjen keq për vedin se s'kam bërë këtë vite që jem do botesh, me thonë drejtën. Sepse se kam pas manën fort kushtet që kanë kënë atilla të Vllaznia, vlerësimi që na kanë bërë përveç personit, personet e tjerë që kanë ardhur, drejtuesit. Ju mungonte? Na mungonte shumë, që na ka dash fort shumë dhe o përpjekshim na i barë malli shumë, me thonë drejtën, si të që ishim, si mu, si qinarët, sigurisht, si hakajt, i përmani sepse e kena vujt bashkat gjallë dhe na ka ra për isë, me thonë drejtën me muajt presionin qysht vegjër. Vegjër në fojza, se vegjër si 20 vjeç 21, po thjesht vendi ku ishte Vllaznia, si na tajtoshin tjerë të ekipet e tjera, edhe ka kanë një periudhë e vështirë shumë për ne, shumë. Po kur thua që më vjen keq për veten që nuk i kam kushtuar shumë orë stërvitje, se sa këto vitet e fundit, çfarë nën kupton?
stërvitesha ma pak dhe si japsha veti sa duhet, sepse Ku e vure re këtë? Do të thënë, ku ka që momenti që e ke vënë re që duhet stërvitur më shumë? Po në bazë të njerëve që kanë ardhur, me thënë drejtën. Në bazë të njerëve që kanë ardhur kur bashkia kur e patë, po atë me i periudhë të njerësh përveç Armando Cungut, me thënë drejtën, Armando Cungut i cili ka bëj punë që jashtëzakonshme, me ata kushtet që kishte, me ata ishte krejt i vetëm. Kur pyeta se cili është momenti që ka ndryshuar, le të themi, karrierën tënde ose vendimi që ke dashur të marrësh më herët, mendova se do kisha një përgjigje të tillë siç ishte largimi drejt një aventure të re drejt Bielorusisë. Po. Nisha ka pas ndryshim edhe aty, me thënë drejtën. Ka një periudhë që ka pakalosha i fonit mirë, fitova edhe kupën me Vllaznin edhe unë kisha firmos që 6 muaj para me ata. 6 muaj edhe ishte një vend i huj për mua, normalisht, se s'pa disha se kush pashkaj edhe i vend i huj për mua dhe çfarë ambientit ka, mentaliteti që kanë, edhe mora informata që janë pak njerëz si të ftoftë, mentalitet këtë Ndryshe nga ndryshe, këtë stërvitje fizikisht manelt edhe pasi që e Zotit gjeta dhe i shak atje, Valon Ahmetin, i cili më ndihmoi shumë, po kam mësu shumë për ati vetë, kam najt një vit e pak, po ja ka vlerë sa për 7 vite, me thënë drejtën. Çfarë të mësoj ajo karriera? Mësoj çdo gjë, me kushtet që kishte, me stërvitjet, me çdo gjë, që janë pjesë të futbollit, çdo gjë. Më pas ajo skuadër u dënuar, ra U dënu, se për shkak të, po, ja ka vlerë, ka kanë periudhë që më ka pësu shumë. Si për vedin, si mos jam me vedin atë kuptimin të kana sportit. Okej. Pasi u riktheve nga Bielorusia? U riktheva, po ata 2-3 oferta me thënë drejtën për ekipeve shqiptare, Super Leagues, po tu si është edhe me ashtu bash me menaxherin bito oferta tjera, e thosh o si du më vëllai thosha, si du këta. O Vllaznin i thosh o s'ka i thosh, unë nuk kthehem me që thosh. Po cilat kanë qenë ato ekipe që të kanë bërë ofertë apo s'ke dëshirë të thuash? S'kam dëshirë. Okej, atë se mund. Ja. Okej. Ja. Po ishte rikthim me thënë drejtën me dëshirën e dy palëve, si të presidentit, si ish drejtorit Elvis Flori, dhe ishte i sezon e nisme mirë, po rrugës dolën ata problemet që gjyqësinore me Eknatin 0-0, edhe nismë sezonin tjetër, po ishte shkume. Kur i rikthyer te Vllaznia, ke pasur oferta të tjera, i ke pasur edhe me buxhet më të mirë, por për ty ka shumë rëndësi Vllaznia se sa gjërat e tjera, me sa edhe ti e ke shumë për zemër. Çfarë rëndësie ka kur përmend edhe dëgjon emrin e Vllaznisë, çfarë ndikimi ka tek ti? Shumë ndikim ka te unë, sepse jam rrit tek stadiumi, shumë kam kanë tifoz që i vogël. Edhe Vllaznia është familja jame. E dindi shumë mirë, s'kam nevojë me të ashtu se... Unë e di, po thuj aty. Thuj këtyre që po të ndjekin tani. Është familja jame, është unë edhe për shembull kur isha edhe jashtë atje kur shifsha për shembull në lajm për shembull si bliçin kesh për Vllazinë, ashtu thosha se po flet valla thosha. Shkodrone. Edhe e kam pasion, e kam zemër, e kam lëkur, me thënë drejtën shumë, sepse edhe gjanë më të madhe edhe ëndrrën teme që kam, e dinti shumë mirë, sepse ta kam mu shkujt, që ke dëshirë me bëmë që më thoshe ti, po sinqerisht për Zotin është titulli kampion. Që po më pyeti për shembull ai i kënaqur me futbollin që ke bërë tash me karrierën, edhe thëmë ja, s'jam i kënaqur. Përderisa se kam pru titullin në Shkodër. Ja unë, se futbolli sfitohet. Po flasim për ty sot. Po duhet titullin në Shkodër, se s'bën. Ka nevojë qytet shumë.
Sa përqind e she që këtë sezon të vi titulli në Shkodër? Sa larg Ky sezon është prej afër? sezonit, është ndryshe prej sezonit të tjerë. Është ndryshe sepse kemi bën një ekip mirë, ekip plotësues në çdo repart dhe kena ecë mirë shumë, si mjet. 70% e kampionatit e kena kanë vendkore. Gresu, po. Po. Edhe shpresoj që ta mbyllim sa më mirë. Të jena të bën një punë shumë të madhe dhe të na të përqendrohem deri të titullet. Si po duket momentalisht kampionati? Kampionati si mjet ka një rivalizues, me të thënë drejtën, shumë, sepse vetë formati që kanë bë si me tash me pikë, Formula, po edhe besoj që ka me kanë një luftë deri në fund. Cilat nga skuadrat përveç Vllaznis të duket më rivale? Do të thonë rivalja Vllaznis, cila mund të duket? Vllaznia vetë. Po kundërshtarje për të mundur në Final Four? Vllaznia vetë. Një emër të skuadrës tjetër, nuk e? Ja, s'kam. Një nga skuadrat në kampionat që të ka surprizuar këtë vit? Po më ka surprizu Elbasani, me thënë drejtën, për vetë faktin që kampionat që ka tregu. Është ekip që ka bërë mirë, si me të shumë, edhe po medet për të pa në Final Four. Nëse do të vinte një ofertë tjetër nga një skuadër e kampionatit shqiptar, mbas të mbarosh kontratën aty ku je tani, do mendoje ndryshe apo po njësoj? Siç ke menduar deri më tani? Në gjallë. Unë e kam thënë gjithmonë që objektivi jem, e kam thënë vite më përpara shumë, objektivi jem është që me luajt gjithmonë me Vllaznin, edhe me mbyll atë, normalisht. Po futbolli si dihet kurrë. Futbolli si dihet kurrë, po me shpirt e me zemër, normalisht kisha dashur me luajt vetëm te Vllaznia. Po pse pikërisht kjo zgjedhje? Nuk ke dëshirë të eksplorosh në ekipe të tjera për CV, eksperiencë? Çështje e zemrës. Okej, pra, e lëm çështjen e zemrës një anë edhe mendojmë pak për karrierën dhe eksperiencën. Për karrierën e eksperiencës, po edhe kur ti plotson shtëpia kushtet, normalisht njihesh rahat në shtëpi. Mirë, si po ndihesh momentalisht? Momentalisht po ndihem shumë mirë. I plotson kohën e zemrës edhe luftë për titullin. Nëse fiton titullin Vllaznia, çfarë ndryshon? Çfarë ndodh? Ma trego një herë mua, pse është kaq i rëndësishëm ky titull Vllazni në Shkodër? Unë kam qenë i vogël kur ka fituar për të fundit në 2001. Po. Edhe nëse fiton titullin Vllaznia bëhet nami, si përjetohen Ti Shkodër. kishe një vogël, unë s'kam pas lind atëherë. S'ke pas lind atëherë, normalisht. Prandaj duhet me fitu titullin që me bë profti. Morën Shkodër me fesu si duhet. Po, sinqerisht, ai qytet tifozët që janë e meritojnë, sepse kanë vujt, kanë vujt edhe unë bashkë me ta, në vite sidomos ata vite që bashkia ka pas ekipin. Kam vujt bashkë me ta, ata kanë vujt shumë, edhe nga që e presin me zjeq, e presin, edhe mund ta thojnë një fjalë më tepër, po gjithsesi janë tifozët më të mirë në Shqipëri. Si përjetohet futbolli në Shkodër, ta harrojnë se përjetohet kom, nuk ka shanse. E ke bë vetë edhe profti, sepse kur del me pi kafe, çdo gjë, edhe kafen kur për shembull ta thonë për shembull, ha si bashkan si jeni, a jeni më mirë, a jeni kështu, ha si badona këtë neshe, edhe si përjetohet futbolli në Shkodër s'ka shanse kom. Përjetohet edhe për mirë dhe për keq. I ka të dyja medaljet, tanë dhe medaljet. Për mirë, thamune. Okay. Për mirë, s'bëhet fjalë për mirë. Jo, po them, kjo gjëja e përjetimet ka dy anë medalje. Ata janë zemra jona, s'bëhet fjalë. Kalojmë pak tek jeta personale. Momenti më i bukur i jetës tënde. Kur të njofta ty. Nga unë e ka dëgjuar publiku versionin tim se si të kam njohur ty e si kam përjetuar njohjen me ty. Tani thuaj e ti versionin tënd. Po s'kam çamë dërgu se i ke dërguar ti. Jo, do t'tregosh tani se këtë e kanë pritur dhe më kanë pyetur goxha shumë. Se nga unë e kanë dëgjuar edhe ridëgjuar. Tani ka momente po kam pasur neshe që sala
ma përmend alo. Sala, programimin që kam bërë. Kam kanë sinqerisht, kam bërë ndeshje katastrofa ditë, katastrofë. Kam bërë gabim që të edhin si sa më e mendën unë gabime gjana kur bëj kështu, po kam pas si ndeshje që skandaloze, edhe hub me 4-1 atë ditë. Edhe dola jashtë, marrë pjesa parë dola jashtë, edhe marrë nesh atë pava ty. Edhe kur pava ty me tash u shtanga. E dindi, ta kam thënë 20 herë. Ta kam thënë 20 herë. Po, sinqerisht, bëha qefi shumë që të kam njoft, që të kam afër vetit, në rrallë parë, për personin që je, për familjen që ke, edhe për dorimin që ke me mu. Sepse nuk është e thjesht me dëru të edhin se çfarë fazet jam unë. Si jam i fokusum të një gjë, e din se cili është objektivi jem. Po sinqerisht ta them falënderes për pështetjen që më jep, për pështetjen, sidomos për pështetjen, sepse kur qafon ty të tribunave vëdhe njëm rahat normalisht me nanën e babën tëm. Po sinqerisht jam falenderues, sepse më ke kuptu të puna që bëj. Më ke kuptu shumë mirë, sepse edhe ti për shembull, sa im ke thonë për shembull, zamra shkojmë të thosha, prej zamra si kam palesër, prej dashur. Edhe Tu më ka kështu. Edhe sinqerisht falenderos shumë për çdo gjë. Për te shakave, unë mendoj që kur e ke zemrën e mbushur dhe shpirtin plot, po nuk të mbështeta unë, kush do të mbështes fundja dhe ti po të mbështete mua, kush do të mbështes ndryshe. Si është jeta me mua? Jeta me ty? Po. Është krejt e thjesht, kur ka sinqeritet, mbrana është krejt e thjesht. Sinqeriteti ti e din se si e kam unë sinqeritetin. Po për vetë personin që je ti, për edukatën familjare që ke, ta të vlerësoj shumë, me thonë drejtën, edhe për prindë që ke, se më rriti vojës si drejt diellit. Edhe është krejt e thjesht, është qytet bukur, shumë e bukur. Është shumë e bukur. Sa të vështirë ke pasur që të përshtatesh me mua? Qoftë, domethënë si në profilin e gazetare që më ke njohur, në jetën që bëj. Niqa, për punën që bëjmë na, është nuk është e thjeshtë, sepse unë jam në për gërmullime, udhëtime, e dindi shumë mirë, se si edhe e moj mamën sa herë aty, po ma ke kriju ti atë besim, ta thash, si që është sinceriteti, është çdo gjë, sinceriteti është me tana. Ma ke kontrolluar telefonin dhe herë zemër? Jo, s'kontrolloj, s'kam nevojë. Zemër mos gënjet, tani ma ke kontrolluar. Po ma ka kontrolluar. Ja, sa është. Gjëja që të bezdis më shumë tek unë. Që Thuaj. bezdis më tepër të ti. Po. Është që duhesh me pas më tepër qetësi. Da situata. Më tepër shqetësi. Po. Ku shërkon falje i pari? Këtë e më pyetje që unë kam bërë një request në Instagram edhe mi kanë dërguar edhe po t'i bëj. Aso mirë, bravo. Okej. Ku shërkon falje i pari? Po varet për rasteve. Më tepër thamon sepse më falë si kam servitje, më falë si Dominik Balesër, më falë si kam Zemër, tani do të bëjmë pyetje. Po këtu mendohu mirë kur përgjigjesh. Se kam problem. Mirë. Vllaznia apo unë? Mos u mendo shumë se më marr përgjigjen unë. Se më përgjigjen ti? E marr përgjigjen nga vonesa e kohës, vllaznia apo unë? Po Një përgjigje, nuk ka argument. Shive isa kënë, jeti. Okay. Në normal që jeti, po vllaznia pjesë e familjes tame. Do të kaloj edhe një herë tek futbolli bashkë. Ke pasur raste ku je e zhgënjur gjatë karrierës tënde? Normalisht në futboll ka raste. Sidomos jam zhgënjur nga persona apo nga nga persona, se nga persona. Pa në futboll, normalisht sepse futbolli i ka gjitha. I ka të tana futbolli edhe po e vetmja mënyrë është në futboll që me pas dorim, me punu shumë.
si në kohën e stërvitjes, si me veten në çdo gjë, që me pas një sjellje sa më të mirë, që çdo gjë ka lënë me kalimin e kohës. Thamon. Ajo që unë jam kurioze, më saktë publiku më shumë se gja unë e di, një nga pyetjet që unë i bëj edhe lojtarëve kur vinë këtu është se si i përballojnë dëmtimet. Fatmirësisht nuk ke hasur shumë dëmtime. S'kam pas vetëm dëmtime të vogla, po gjërat që kanë kalu shpejt. Sepse nga që e kam marrë vendin shumë mirë me stërvitje, me çdo gjë dhe kanë dëmtime të vogla atëherë. Çfarë marrëdhënie kemi lojtarët e ekipit? Shumë të mirë, shkojmë shumë mirë. Janë djemë shumë të sepse më tepër janë shkodron. Edhe kanë ardhur edhe tjerë tash në anështusimet, si lirimi, cili pati dëmtim një operacion i cili inshallah bëhet sa më mirë na rikthehet sa më shpejt. I urojmë të shkuara. Si Kallaku, lojtar klasit me thënë drejtën. Shumë gjatë që kanë pas nevojë shumë, edhe si lojtar gjatë që jam. Të ka munguar që mos ngjet hatri askujt për të përmendur emrin. Ka munguar një lojtar në krahas që ke Kallakun, siç e the vetë? Normalisht që po. Ai ka luajtur edhe jashtë në Romani, vite që ka me shbatëll, eksperiencën që ka, teknikën që ka, vëllëç, normal edhe më ka bëmë në mirë edhe mu në karti. Di që ke një marrëdhënie shumë të mirë gjithashtu me Bërdaricin, me ishtrajnërin e Vllaznisë. Po, kam pas... Si mban kontaktet me njerëz që largohen nga ty? Kena pas si periudhë shumë të mirë, me te sepse po atë me atë vitin që nisi ndryshimi, nisi i cikël fillimit të Vllaznia, bani grupin e ri, bani edhe hu me kampionatin për gola, për 2-3 gola, diçka kështu, dhe shumë të mirë, është një tanjë i mirë shumë. Po në përgjithësi nga pas marrëdhënie të mira me gjitha tanjëra që kam pas. Shumë jam mundu me qyr një marrëdhënie punet më tepër. Si që kanë tanë. Mirë, tani tek pjesa e fundit, edhe një pyetje të fundit kam, përpara se ta bëjmë këtë pyetjen e fundit, ti ke ndonjë pyetje për të drejtuar mua? Si të është dukur njërë sezoni i Topcastit, ky sezon i bar, të pyes, të s'të kam pyetur. Unë të ti kam besim gjithmonë që ja del, normalisht. Edhe shumë mirë ka shku, i kënaqur shumë me dy. Cili nga personazhet ka pëlqyer? Cili më ka pëlqyer? Ose cili të është dukur episodi më interesant? Se di që si ndan dot, po. Besoj që joni do jetë më i bukur. E që është shumë diplomat, nuk... Unë po të kursej shumë pyetje që të dish. Cili personazh nga pëlqyer mua? Ka pëlqyer, po. Tani përveç teje. Jo. Bashkë me mua, Po normal që do them ty, kështu që diskutohet. Po kam pasur vërtet një sezon, le të them kështu, me ftuar vërtet shumë të mirë. I vlerësoj pafund që më kanë ardhur dhe duke nisur nga presidenti Takaj, do të thonë janë personazhe të cilët e kishin lënë, le të themi kështu, intervistat mbasdore shumë kohë pa dalë nëpër ekran, edhe falenderoj shumë që gjetën vendin këtu, si Dobi, si Elton Guranjaku, e shumë personazhe të tjera që mos t'i mbjeti hatri se harrojnë dhe një të përmend se janë 19 personazhe. Por vërtet jam shumë e lumtur, edhe dua të falenderoj edhe ty shumë për mbështetjen që më ke dhënë gjatë këtij rrugtimi. Të kam pasur mbështetje jo vetëm emocionale, por edhe në çdo aspekt tjetër, sepse të nisësh një podcast nuk është fare e lehtë, sidomos këtu në Shqipëri, që duhet të gjesh edhe mbështetjen e duhur. Absolutisht që kam pasur shumë edhe mbështetjen e çunave, të cilët kanë edhe studion, edhe xhirimin, edhe montazhin, ti një shumë mirë. Flow Studio, çunat kanë qenë në dispozicion në çdo moment dhe çdo kohë. Unë i falenderoj shumë me zemër.
Dhe jam vërtet shumë e lumtur që i kam njohur dhe i kam njihet. I kishim në fejes, na e qanat fejesën. Edhe tani edhe Topcastin. Mrekullueshëm janë po. Kështu që unë edhe këtë episod do e liroj këtë studion këtu, kështu që mund të vini ju kush do të bëj podcast, se Topcastin e kam vetë. Kush do të bëj podcast, të gjeni studion e lirë, edhe locationin e keni në Instagram dhe me çunat janë të komunikueshëm, janë të mrekullueshëm në çdo aspekt dhe shumë bashkëpunues. Arrit, shumë faleminderit, të dua shumë. Uroj me gjithë shpirt realizohet ajo ëndër që të kam mbetur në sirtar, i cili është titulli, edhe është shumë i rëndësishëm për ty. Pas titullit, çfarë do më premtosh nëse fiton titullin? Se do shkojmë ku do është ti. Ku duan. Po. Në Po ta fitoj titullin Në fakt më ke thënë, kur jemi njoj që ta fitoj titullin, e pastaj mund të më kërkosh leje futbollin. A më ke thënë kështu? Jo, futbollin se lëm kur. Ore më ke thënë, unë nuk do ta kërkoj absolutisht. Se lëm futbollin kur, jo. E po, ka qenë euforia të kohë dhe më ka thënë. Faleminderit për ftesën shumë. Faleminderit edhe ta kam marrë fjalën që vi, sepse unë të edhin si kam qejf shumë, këto. Jo, ti si ke po do vije, se normale, para kisha për detyrë, ti do s'kisha ku të shkoje, s'kisha rrugë tjetër. Edhe për punën që ke bë, po shku shumë, unë kam besim të ti në çdo gjë që bën. Faleminderit. Edhe për çdo hap që do të bësh në vazhdim, kemë pas mbështetjen tëme, të edhin. Jo çdo hap që bëj, po deri në fund të jetës. Faleminderit shumë, të kam zemër. Edhe e kam edhe surprizë për ty. Oh. Edhin. Se nga bu me vë. Sa të bukura. Faleminderit shumë të bukura. Kjo ishte edhe për mbylljen e sezonit. Dhe më shumë faleminderit. Dua të falenderoj Beauty by Square, cili është kujdesur gjithmonë për lukun tim. Dua të falenderoj të gjitha ato që kanë kujdesur për këtë sezon për veshjen time, duke filluar nga Mabel Dilvin. Dhe faleminderit shumë sponsorave që kanë pasur mbështetje këtë sezon, për të mos i përmendur tani të gjitha. Faleminderit shumë Flow Studio, çunave të Flows dhe bashkëshimi në projekte të tjera. Deri atëherë, mirupafshim, mos harroni të bëni like, share dhe subscribe këtij episodi. Mirupafshim.